إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vllazën shumë të nderuam dhe të jetë respektuam, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë Allahut Dhul Gjelal, i lutëm dhe i përgjerohem madhërisë së Tij, i cili është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim. Lumna që i besojmë atij dhe i përkushtohem vetëm rrugës së Tij. Shumë selame i adresoj për vullën e pejgamberisë, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, mësuesin e njerëzisë, që mësimet e tij kurrëherë nuk harxhohen, por nxjerrin margaritar dhe plot urtësi. Shumë selame familjes tij të bekume, shumë selame shokëve të tij shumë të nderuar, dhe shumë selame çdo besimtari dhe çdo besimtare në fytyrën e tokës, të cilët dhe të cilat nuk i bojnë shoq atij deri në ditën e Kiametit. Vllazën të nderuam, sot e xumë ne i falenderojmë Allahut që kemi ardhur bashkë me kry këtë ibadet. Ky ibadet nuk bëhet as për vendit punës, as nuk bëhet për shtëpie, por ky bëhet në vend takimet siç janë faltorët tona, në këtë rast xhamia tona, të cilat janë ngrit edhe e kanë hijeshu rruzullin e tokës për nga forma dhe cilësia dhe mënyra e adhurimit ton që i bojmë vetëm Zotit ton dhe nuk i bojmë shoq atij asnjëherë. Të dashurit e mi, sot do të flasim për një temë e cila bashkë kurrizor, targetin kryesor, do ta ketë ngjarjen më historike të mundshme, mirësjelljen e Muhammedit alayhi salatu wassalam me një djalash i cili për nga pozita e tij nuk ka qenë as prej një familje me pasuni, por edhe të njëjtën kohë nuk ka qenë i besimit tij. Pra nuk ka qenë i besimit ton, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë me i vlerësu njerëzit në bazë veprave, jo në bazë prej ardhjeve. Vepra Resulullahit alayhi salatu wassalam i ka interesu. Ky hadith, vllazën të dashur, gjendet në librin më të saktë fytyrën e tokës pas fjalës Allahut, se libri më i saktë në tokën qiell është Kurani. Në këto e kemi të qartë të gjithë, pa asnjë diskutim. Mirë po, libri i cili e pason librin e Allahut është libri i Imam Buhariut, i cili ka përmbledh hadithet më të sakta, më autentike në fytyrën e tokës, sikur kur ta lexosh librin e Imam Buhariut, para mendo që je duke ngu hadithin prej gojës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çaq është autentik. E ky hadith që do t'ja kallëzoj tash, vllazën të dashur, është pikërisht prej këtij libri. Këtë hadith e transmeton Enes ibn Maliku. Enes ibn Maliku, vllazën, ka qenë shërbëtori pejgamberit alayhis salam. I ka bë hizmet pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po, në këtë hadith e merr vesh madhështinë e këtij transmetuesi, se nuk e ka përvetësu Enesi me thonë veç unë i kum bë hizmet, por ka konë edhe një hizmetçar, një djalë i ri, i cili nuk u konë musliman. Ka konë jahudi. Ai, të dashurit e mi, i besimit hebre, i paska nimu Enesit me i bo hizmet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe një ditë Rasulullah alayhi salatu wassalam pe pyet Enesin e birit Malikut: "Ku është ai shoku yt që vike këtu na bëj ke hizmet?" Ja Allah, ja nisi po kanë Enesi, tha, ka gjendjen shumë të rëndë, ja Rasulullah. Çka? Gjendje e ti, tha, nuk dihet a e nxan akshami, a që ka gjendjen e rëndë, e ka godit një smundje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamber i Allahut, vula pejgamberis, udhëhec i shtetit,
gjithë ato gojle, gjithë ato derte, nuk ka thonë, s'ka më në vakt më marrë me ta. Po ka thonë, hajde me mu, e qkojnë atë e vojnë zjaret. Qitë hadith për du mi o kalzu. Pejgamberi e merë për dore Enesin, edhe hynë shpin e jahudis, i cili ai djalosh ka qenë, i ka po hizmet. Nashta hizmet i ti ju konë shumë simbolik. Nashta hizmet i ti ju konë shumë i thjesht. Por sa do që ka qenë e vogël e punë, pejgamberi veprat e vogla të mira që e në konë i ka rrit, i ka zmodhu, ja u ka dhonë hieshin, lavderin, edhe të dashur të mi, po shkanë Rasulullahi. Kur po hin, tha baba edhe nona ati të smuarit, të dytë jahudi, qanën për djalin i cili po do m'ju dek. Pejgamberi a.s. veç pe këqyr, edhe me një sysh dëmshuris, edhe ardhë në hadith, ju ka afru dhe ka vënu kokën, të dorën mbi kokë duke almu. Ka thonë, o djalash, eslim, pranu islamin. Pranu islamin. Djaloshi ka qelë sytë, Enesi po kalzan. Djaloshi ka qelë sytë, edhe ka këqyr babën e vetë. Baba i vetë, e ka thonë një fjallë, edhe këtu kom sim. Qa ka thonë? Ka thonë, e të e bel Kasimi. Ngo ka thonë babën e Kasimit. Pse s'ka thonë ngo Muhammedin a.s. Pse s'ka thonë ngo pejgamberin a.s. Po ka thonë ngo babën e Kasimit. Se jahudit edhe të krishtert në kohën e Muhammedit a.s. Muhammedit a.s. ju kanë referu me emrin e djalit të madh të pejgamberit. Babën e Kasimit, se djali më i madh i Muhammedit a.s. e ka pas emrin Kasim, mos e harroni këto. Ka ngo babën e Kasimit. Edhe të dashur të mi, djaloshi ka thonë, e ka që gishtin për pjetë, ka thonë, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, edhe në qast ka vdek. Pejgamberi a.s. i ka që dur të kajt, ka thonë fjallën e ti të njërë, elhamdulillahi ledhi, enqadhahu minan nar. Ka thonë falenderimi të kënë Allahut, e shpetoj Allahu, këtë djalash për zjarë gjehnemit. Parmendo që ka mundum na me marë mësim për i këti hadithi. E para, shikoje humanizmin edhe zemër gjënësin, shpirt bardhësin e pejgamberit a.s. Udhëheci shtetit, dashthuj mret, dashthuj president, dashthuj i pari, që ka të dushthuj? Po s'ka gërot më e moseve kam pejgamber. Vule pejgamberis. Edhe aq modest. Po shkon të një njeri i cili madje nuk është i komunitetit ti heq, po i një komuniteti kejt tjetër. Edhe pja qilë derën. Edhe kum një që këtu një djallë, u veke ka herna, veke hizmet, na qitë kena i qaj, e më ka një mu, kum një që është smut, a bëmë burë me po, që madhështia njerit. Nuk e ka pëngu pësa ajo i ka taku një feje tjetër, apo një kulturë tjetër, apo një race tjetër, apo një ngjyre tjetër, apo një nahije tjetër, apo një njeriu që li flet një gjuhë tjetër, por e ka vlerësu veprën e Allahut. Kjo është njerëzore. E dyta, pejgamberi a.s. me këtë vizit ka dasht me ja vlerësu shërbimin të djalit. Se vetëm njerëzit e mëdhej nuk t'i harrojnë veprat e mira. Kom dëgju një fjalit bukur për një plaku. Masi e ndihmoj një bamirs, a i tha o burë, tha më shlirove, ma këpute kanopin. Tha për i lutë në Allahut, inshallah, tha nuk ta kthej me të keq, po veç me të mirë, ja Rabi. Se zakonisht, atyre që ju bohët të mirë, ndodh vllazën me e kthy me të keq. E pejgamberi ka dosh me na dhomë mësim neve. Ai që të bën mirë, qoftë edhe me një vepër sado që është simbolike, ktheje me më të mirë, se është njerëzore. Kjo tregon sa besnik ka qenë pejgamberi a.s. ndaj veprave. E treta, a vreni sa i but ka qenë, çfarë derti ka pas pejgamberi a.s., çfarë gojle ka pas pejgamberi a.s., qysh u gëzu që ka thonë, elhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. E falenderoj Allahun, e pështum një njeri prej zjarrit. Se misioni ti është për mi pështu njerëzit nga në xhehenem, o vllazën.
Për këtë arsye Resulullah a.s. ka qenë i butë, se Allah i ka thonë thirr në rrugën e Zotit tonë me butësi, me afërsi, me mëshirë. Allah i ka thonë pejgamberit a.s. "Walau kunta faddan ghalidhal qawli lanfaddu min hawlika fa'fu anhum." Ka thonë Allah, o Muhammed, merri me të mirë njerëzit, se me konë i vrazhd, iki njerëz prej teje, falja u atyne, tolerahu me ta, afrohu me ta, rri me ta, përziu me ta, ngoj halët e tyne, nimoj sa të kesh mundësi atyne. Edhe vllazën të dashur, thirrja pejgamberit a.s. ka qenë suksesshme, se ka qenë i butë në sjelljen e tyne, e na sot jemi agresiv, se nuk jemi, se kemi këtë gajle. Si se ki gajle, davetin, kur i butë s'ki me kam. Që nuk e ki dert, pse antarët e tu nuk falen, pse njerëz të tu nuk e në rrugën e Allahut, se ky popull e ky shtet nuk ecë përpara, nuk mund është më konë ti shërbëtor i tyne, derisa nuk e ki gajle dhe dert. E Resulullah ka pas sukses në davet se ka pas gajlen dhe dertin e tyne. E katërta vllazni, a pe vreni urën e pejgamberit a.s. A pe çfarë ure ka pas? Ure i bjen autoritet. Fjala e tij ka pas pesh. Madje kur orë puna, fëmia i jahudis është në gjendje me vdek, me shku në atë botë, me tjetër besim, po i thot pejgamberi a.s. apo ngëni bre? O vallahi au du të miren. O vallahi që ky djalë me pështu në ahiret du të me ra shahadet. Ai pe këqyr babën e vet, në qasi gjendje të lahtaris, e baba i vet për thot ati e bel Qasim, ngo babën e Qasimit. Mirë, ti për thunë ngo, po ti pse s'pengan? Se këtu në hadith sonë që baba i ti e ka pranu. Në hadith nuk përshkruan kështu. Hadith për dhëtë veç ngo babën e Bul Qasim, po ngo pejgamberin a.s. Ngo se kjo është i vërtet, qëra autoriteti. Mirë lozën, me çka ndërtohet autoriteti? A ndërtohet autoriteti me imponim, a vllazën ndërtohet duke e faktu qëndrimin me parim. Mos harroni. Autoriteti ndërtohet me parim, jo me imponim. Autoriteti ndërtohet me sjellje të mirë, autoriteti ndërtohet me një të mirë. Madje është një fjali e bukur të cilën e thot pa fije dyshimi njëri prej dietarëve të kohës, që keni kujdes njëtin e juj, njëtin, se qysh i keni njëtin, ja u qetë Zoti fjalt edhe ja u marrën veprat. Qysh i keni njëtin, ju formësohet vepra. Qysh janë njëtët tona, gajlet tona, dertët tona, na ndërtohet e ardhmja junë. Pleqëve tane kam pas dert, që Kosova mu shliru nga këmba Sërboslavis. Allah ja ka mundësu stërnipave tyne, që na e kena lirin dorë, se dert e kam pas. Gajle e kam pas. Sikur ai vëllau që ke sot një javë për Istanbulit, që katra gjyshi i ti ka dollë vitin 1912, që ka thonë? Tha se cili që vdit që ke bab gjysha të në migjallarët e tyne, e kishin gajle që ka do të bohët me Kosovë. E kanë pas gajle, dert. Edhe në vllazni ta kemi dert, gajle me shliru njerëz, me udhëzu njerëz, me drejtu njerëz, me këshillu ata. Se sot njerëzit janë zërë veç me ngu, s'ko kush me ngu. Gjyshin s'ko kush me ngu se nipi i ka met në Facebook. Nollën s'ko kush me ngu se e vlat nuk rinë ofërsoj e lojnë vetë. S'ko kush konin me ngu. E këto vllazën, kjo është vepër pejgamberi a.s. pejgamber ka ardhur në hadith, ka ardhur një fëmijë i vogël për dorë ka marr krejt qytetin e Medinës e ka shëtit veç me ja hek një gojle dhe një dert. Çfarë gojle dhe dert ka mujt me pas ai fëmijë? Hadithi sahih është. Prandaj vllazën të dashur, 3 sene mësoni për këtë hadithit. E para është gëzimi për tjetrin. Kur ka dal pejgamberi a.s. nuk ka dal me njet me bo politik me ta, se s'ka pas nevojë. As nuk u dal për me amor një vot atyne. As nuk u dal atyne për me amor në like atje në Facebook me ja bo, se unë tash pe konvertoj në rrethonat e përditshmërisë. Por pejgamberi a.s. ka dal me gojlen me i pështu njerëz për zjarrit xhehenamit. Kjo ka qenë gojle e tyne. Edhe e dyta, a pe vreni që shpresa nuk vdes kur deri në kiamet, deri në fund. Ti mos u dorëzo. Ti
Ti kur fillosh mu sjell keq me ata të cilët nuk janë me ty, edhe nuk menojnë si ti, zbesojnë si ti e ke vdek shpresën që ata me i kthyn dinë e iman. A di sa rrin gjallë shpresa me ty derisa ti cillesh mirë me ta. Çat moment që cillesh keq, dije se ti e ke prek butonin off. Ti nuk je interesuar ata me kthyn dinë e iman. E ti nëse nuk je interesuar ata me kthyn dinë e iman, për çka e ke ti kët iman? Për çka të vyn ty ky din, çka të kryen ty ky punë këtë din, e atëherë dije como ardh në formë vërejtja tjetër që ka thonë pejgamberi alayhis salam, ky Kur'an ose argument për ty ose kundrejt teje. Kur ti s'ke shpresë për ta, atëherë këtë namaz që ti e fal, e këtë ibadet që ti e bën, s'ka më kon në favor tonë, por ka më kon kundër i favorshëm ndaj teje. Se ti e ke vdek shpresën. E na nuk guxojmë shpresat tona, ymydet tona me i venit edhe me i rreziku. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thonë? Kur i kanë ardhur kurëshitët kanë thonë lebre këtë islam, lebre këtë din, Ebu Talibi i ka thonë, çështu paria kurëshitëve po më thojnë, cilën dush çik më të mirën tallojna pe arabëve, veç leti këtë din. Cilën dush pasuni ta afrojna, ndaç në lindje, ndaç perëndim, ku dush shpinë ta marrojna, o mret për të bojna, veç le Kur'anin, mos na fol për Allahun. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Ka thonë vallahi veç vetëm me këtë botë. Kush mos më besu. Madje edhe dillin më maqit në dorë djathtë, edhe honën në dorë të majt, shpresa jam nuk vdes. Ja komu bo, qysh ka thonë Zoti, ja unë nuk jeku dorë prej kërkesës Allahut që unë më mbet besimtari Allahut të fytyrën e tokës. Shpresa nuk vdes. Shiko ti historinë e kombit ton, sa herojt, sa heroina tona, sa besimtare tona, nuk janë dorëzu për balë çdo presionit të okupatorit, se kanë besu në shpresën e Allahut se një ditë ko mu bo mirë. O ko mu bo mirë, me emën të Zotit mos u dorëzo. Mos u dorëzo para presionit mëkatit. Mos u dorëzo para presionit ekonomik. Mos u dorëzo para ndaj belaje. Mos u dorëzo para ndaj depresionit. Qëndroj bindun, i lidhun, se Zoti nuk të harron. Ai nuk je dorë. Zoti jon është me ne. Ai gjithmonë komandani mu. Edhe treta, feja jonë është shumë e madhe, shumë e bukur, shumë e amël. Feja jonë është jeta e jetës tonë. Pejgamberi jonë alayhis salam është madhështor, sa rahmetxhi, sa i afërt, sa i dashur, sa i thjesht, sa i kuptueshëm, sa i mirë kuptueshëm. Nuk i ka ardhur mërzi ull, sa që kanë ardhur delegacionet pej perandorive të tjera me taku pejgamberin alayhis salam, derisa i kanë thonë, kallxona be cili është pejgamberi, s'kan mujt me dallu as në veshje, as në pozit, i barabart me shoqëri. Kur ju kanë anku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që jena unë, ja Rasulullah, në Handek ju kanë të izolum me ditë e menet, për mi 40 ditë të izolum, dë blokum pej 10.000 antar forcave të Ebu Sufjanit. Është histori, është fragment që këto duhet me studiu. Jo në anku, sa që jenë detyru me morë rasa, me lidh teshat, me gur, mos mi, se s'kam pas të dashurit e mi. Pejgamberi alayhis salam i ka pyet ata, ka sa rasa i keni pështil teshat e juja, ata kanë thonë me ka një palë. Resulullah e ka ngrit këmishën e ti, ka thonë, unë i kam dy. A i ka hikë ma shumë se ata. Ky ka qenë pejgamberi i Allahut, i cili gjithmonë ka synu të drejtësia. Se shpesher njerëzit e keq kuptojnë barazin. Drejtësia është ma e madhe se barazia, mos e harrani këto. Se ati cili si ka thonë Zoti mundësi, ti nuk mundesh me kërku fuqinë të dobtit, mu barazu me fuqinë ati që ka mundësi. Po duhet me pas drejtësi. E drejtësia pastaj dikton mëshirën dhe rahmetin që duhet të dobtin me ladhatu e të fortin me respektu, edhe të njëjtën kohë hakun e atij cili nuk ka në asnjë rrethon mos me e dhunu. Kjo është madhështore. Ky hadith me të vërtet neve na jep një fuqi të madhe për me njoft sa madhështor ka qenë pejgamberi alayhis salam, sa shumë e ka pas dert, sikur është ai hadithi tjetër kur kanë ardhur kanë thonë filani për burrin mirë,
por ja Resulullah vdiq, a Resulullah a.s. më kish pas plan që të ditë mu taku me të, me ja prezentu ofertën e Allahut, me ja prezentu islamin, atë shumë qajti, sa që i thënë, ja Resulullah, pse për po qonë, pa ishtë i këtë sfe, u dek, nuk ka thonë pejgamberi a.s. hajtë se aj, pa e dine, pa i monë dhe që kanë gjenem, ja, po ka thonë qysh, me iku një njeri ka që i menqër, pa mujt me ja afru ofertën e Allahut me ro shahadet. Kjo është gajla e besimtarit dhe vërtet. Zotë e na mundësoft, e na udhëzoft, e na mbështet. A i ka mundësi. E rujtë Allahu vatanin ton, e rujtë Allahu shtetin ton, e rujtë Allahu dhul gjelal paqen e botës. Allahu na mbrojt për çdo destabiliteti, qoftë politik, qoftë ekonomik. Runa Zot i çfarë do rrezikimi, apo çdo tradhtimi, apo çdo neverie. O Zot, ata që të smut e kanë halle, derte, burqe, bela, o i madhi Zot, mundësajav, e letësajav, e lartësaj, e shëraj, e gradaj, e ndihmaju, të lutëm me emnat e tu, me cilësit e tua të larta dhe të përsosura. O Allah, përdërna në rrugën tane, të pa udhëzuarit tanë, udhëzana, të udhëzuarit tanë, forcanaj. O i madhi Zot, runaj integritetin personal dhe autoritetin individual, e kolektiv, e shoqëror. Ja Rabbi, bëna të mundshme, me paqe, me dashuri, me respekt, me afërsi, me humanizëm, me butësi, me të në të mira që ti ne i ke tregu, e në ke udhëzu, forcana, e mos jek dorë për i neve, ja Rabbel Alemin. Falenderoj shumë vëmendje, qofshit bekum, tashon e bëj një ullje të lutjes që dikton mimberi dhe hutbja, i lutëm Zotit Gjelle Gjelaluhu, edhe pjesën e dytë, qojmi salavatë për pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, e falëm gjumon, edhe jemi në vazhdën e punimeve, të meremeteve, të renovimeve, kush që e nalë, këtë punë nuk ka, së është njësë në emën të Zotit, e me Allahun para, pastaj me ndihmen e juj, me ndihmen e vlëzërve, motrave tona, gjithë shoqënis, pa dalim, ja ku kemi ardhë, na ka metë edhe pjesa tjetër që na duhet edhe me pagu borxhin, po na duhet edhe me përfundu dhe me finalizu, pa në men edhe kulmin e 365 metra 4 orë që ka kulmi, jemi duke renovu prej kur Brahim Kurti, rahmeti po shpirti, bashkë me elitën tjetër të haxhive që pjesën qendrore tyre kemi në ahiret, nuk është intervenu, jemi të bo intervenime të mëdha, renovime të jashtëzakonshme që me ndihmën e Allahut, pastaj me mbështetjen e juj, Allahu nuk e len Allahu dhul gjelal neve duar thot këtë dritim. Edhe kësaj radhe do ta qesëm postocin, edhe gjithë ata që na kanë imu, edhe ata të cilët nuk kanë mujt madje me ardh edhe me po fizikisht, por na e kanë besu, Allahu i kënaqsh në dynja dhe në ahiret, e inshallah shfrytëzofshëm bashk deri momentet e fundit, ja Rabbel Alemin. Petriti del te postocia, pasi ta falem namazin e xumos. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد الله زنثت زوتي من القرآن ولا تهنوا ولا tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetësa, mos u mërzit, mos u ligështa, mos u dorëzo, se qëllimi është mos mu dorëzu in kuntum mu'minin. Nëse je besimtar, Zoti po të bën rigje, mos u dorëzo edhe mos u ligështa. Hajde thirrë ikametin Haxhi Muharram edhe ta falëm namazin e xumos bashk, e Zoti na pranoft ya Rabbi.